Prej ditës së sotme, ashtu siç e kishte paralajmëruar qeveria, nuk do lejohen qarkullimi i monopatinave elektrike. Si u duket ky vendim dhe a duhet të ishte, po themi, marrë më ndryshe si vendim? Së pari, monopatinat kanë kohë që qarkullojnë dhe ne kemi kohë që ngrejmë të njëjtin alarm probleme se si mund të disiplinojmë ata. Dhe si të tilla, meqense ato kanë kohë në treg dhe janë një transport ekologjik, i cili duhet stimulohet në transporti ekologjik, duhet të jepet një kohë. Për shembull, supozojmë një muaj, 2 javë, duke bërë njoftime në të gjitha mediat, por më parë se të fillosh dhe të shkosh tek bllokimi, duhet të shkosh tek rregulloria. Duhet ta disiplinojmë. Pra, bllokim nuk do të thotë disiplinim. Bllokim do të thotë një veprim pa drejt i marrë për një transport të lejuar, ndërkohë i cili është bërë dhe masiv. Rregullore do të thotë që të përcaktohet cilet mjete të tilla mund të lëvizin në korsitë e biçikletave apo jo, mbi bazën e shpejtësisë. Çfarë ata duhet të jenë të pajisur? Për shembull, në kokore, masa mbrojtëse për ta, ndalimi i përdorimit më shumë se një person mbi ta, të kenë siguracion në rastet e dëmeve që shkaktojnë apo dëmtime fizike që mund të kryejnë qytetarëve, dhe duhet ndoshta apo jo të vendosin një jelek fosforescent, ashtu siç i bën dhe për motorët, gjë që nuk zbatohet, pra masa të kësaj natyre, ose dhe targat, sepse targat, nëse do të jepet një kohë vendosjes tyre, është e nevojshme për faktin që ata mund të evidentohen për paligjshmëri, rastet kur hyn në semaforët kuqe, kur hyn në zonat ndaluara, kur kanë krijuar aksidente, kur kanë persona të veçantë që i përdorin për grabitje, për gjitha këto nëmet targave edhe mund të identifikohen mbi bazën e përgjegjësisë së mjetit, i cili duhet të ketë një numër shasie, nuk e di ka apo s'ka, po të paktën një numër targe e cila duhet të jetë e identifikuar me personin që e posedon atë mjet. Zoti Softa, pse mendoni që ka ardhur një vendim i beft, pra doli të shtunën mos gaboj Ministria e Brendshme dhe lajmëroi bashkë me drejtorin e policisë që prej ditës së hënë nuk do ketë monopatina në qarkullim elektrike. A ndoshta duhet t'u jepi më shumë kohë që edhe po themi qytetarët ta rregullojnë lëvizjen e tyre që prej po themi një kohë të gjatë ata e kishin rregulluar përmes monopatinës elektrike. Patjetër që duhet një kohë gjatë, nuk mund të jesh brenda 24 orë të marrësh vendime, sepse duhet të kesh një informacion sa monopatina janë në qytet, sa prej tyre lëvizin dhe i përdorin ato si mjet të transporti për të vajtur në punë, dhe kjo kohë e shpejt, e pamjaftueshme, pa njoftime, jo çdo gjë dhe çdo njeri mund të shikojë mediat apo mund të shikojë mediat e shkruara, por njoftimi duhet të ishte në kohë, duke i dhënë atyre disa herë në vetë njoftime për njoftim për një bllokim të mundshëm. Mendoni që një rregullore do vi shumë shpejt dhe sa mund të jetë koha që mund të jetë i ndaluar qarkullimi i tyre? Kjo do të ishte më transparente, që në momentin që thuat do të bllokohen, e para do të ishte koha, e dyta dhe nëse ka bllokim, po themi, do të jepet një afat sa kohë do të jenë bllokuara që qytetarët ta dinë që për një javë, për 10 ditë, dhe çfarë duhet të ndryshojë, njerëzit duhet të përgatiten, sepse edhe ndryshimet, nëse ka probleme me rregulloren, e cila mund të vejë kushte të tjera shtesë, të cilët nuk janë parashikuara nga këta drejtues, patjetër që do kohën e saj. Këtu patjetër duhet ndalohet përdorimi i tyre nën 18 vjeç, që është masë e drejtë, sepse një pjesë e tyre për shkak të moshës janë të rrezikshëm për veten e tyre, por edhe për qytetarët. Dhe përdorimi i tyre pa kriter, hecja e tyre me shpejtësi, qoftë jo vetëm në korsitë e biçikletave, por edhe në rrugicat e lagjeve, bën burime sepse shpeshherë mosha fëmijë, mosha të thyera, po qytetarë të zakonshëm që në stres dalin nga apartamentet, dalin nga hyrjet, dalin nga rrugicat, ata bën burime të rrezikshme, aksidenti për vete dhe për këta banor. Sa e rregulluar do të jetë po themi udhëtimi përmes monopatinave pasi në fuqi të futet rregulloria që do krijon? E pari duhet përcaktuar, thash, rregulloria që parashikon dhe mendoj se parashikon moshën, çfarë masash mbrojtëse duhet të kenë ata persona ndaj tyre dhe rruga ku do të lëvizin, që është shumë e rëndësishme. Nëse shpejtësia e tyre do të jetë në 25, po prapë është e shpejt, shumë e shpejt,
të mendosh që fluksin që ka Tirana, densiteti që ka Tirana, vendet të cilët shpeshherë trotuaret e vogla bën burim me rreziku, për shembull ka vende ku edhe rruga e lëvizjes së biçikletave është e pa motivuar. Pra në një trotuar ku 50% e 50% është biçikleta dhe i qytetari, është shumë e rrezikshme. Flas për biçikletën që mundësia e ndalimit, e frenimit dhe e manovrave është shumë herë më e madhe, por në raport me monopatinat, të cilët lëvizin jashtë kritereve të tyre. Vërtet mund të kesh një monopatin që e ka deri në kaq kilometra, por nuk do të thotë që shpejtësia e lëvizjes së tyre duhet të jetë e tillë. Duhet të jetë e moderuar. Dhe si të tilla, mendoj që duhet pajisen vendet ku duhet kontrollohen, sepse këtu nuk janë vetëm monopatinat, në ato ambiente hyn dhe motorrat të fuqisë lartë, këta që shpërndajnë pica, pra ata që bëjnë deliver, dhe janë kthyer në burim makt dhe rrezik për qytetarët shqiptar. Pra, nga ekstremi që duhet bllokonin motorët dhe motorët elektrik, të cilët kanë fuqi dhe her pas here ka edhe 2 persona në të, dhe vin deri tek monopatina, e cila thash përveç mungesës rregullores, nuk ka pasur masa parandaluese nga policia e shtetit që të merresh me ndalimin, me gjobitin e tyre. Por me sa duket mungesa rregullores, mungesa e ndryshimit në kodin rrugor, mund të ketë sjell pasojë që hajde ta bllokojmë një herë dhe pastaj shikojmë se çfarë do të bëjmë. Zoti Softa, do të diskutoj me juve edhe një temë tjetër që ka lidhje me ndryshimin ose më saktë një shtesë të kontrollit të sistemit hyrje daljeve në kufi. A mund na thoni për çfarë bëhet fjalë? Atëherë kjo është një masë shtesë sigurie të kontrollit të zonës Schengen, pra të vendeve të Bashkimit Evropian, ku një pjesë e shteteve jo anëtare kanë mundësi për shkak të lëvizjes lirë të jenë në liberalizimin e vizave, por sigurisht jo në kohë të paqëndrueshme, në kohë të palimituar. Këtu përfshihet Kosova, përfshihet Malizi, përfshihet Shqipëria, Maqedonia dhe vende të tjera, të cilët kanë në 180 ditë kanë drejt të qëndrojnë 90 ditë. Shpeshherë kjo është shkelur, mundësia e kontrollit të regjimit të qëndrimit tyre për shkak të jo qëndrimit të menjëhershëm në një kohë të përcaktuar, por e ndarë kjo gjatë gjithë vitit, mund të ketë kalime dhe mundësia e verifikimit është e pamundur dhe shpeshherë njerëzit kanë abuzuar ose kanë përdorur ato për nevoja pune. Por nuk është vetëm kjo. Më shumë është kontrolli ndaj regjimit tyre daljes, pra mundësia e 90 ditësit nuk është totalisht baza kryesore e këtij ndryshimi. Është më shumë rritja e aftësisë së kontrollit të qytetarëve që hyjnë, sepse në raport me kontrollin manual dhe regjistrin që bëhet në mes kompjuterit, që edhe mund të kontrollohet, ata duan dhe po krijojnë një database me dhëna të gjithë anëtarëve të tjerë, jo europian, që ndodhen në zonën Schengen, në zonat me vizat e liberalizuara. Dhe këtu kërkohet një foto që realizohet në atë moment dhe futet në database, merren gjurmë të gishtave, pra dhënat biometrike, përveç pasaportës, dhe kombinohet foto, gjurmë të gishtave dhe leximi i pasaportës biometrike, ku jo pak raste ka pasur falsifikim të tyre dhe mundësia e falsifikimit për shkak të inteligjencës artificiale që sot këto sisteme përdoren është e pamundur. Jo pak raste kam ndaluar nga policia shqiptare, po edhe nga policia të tjera, kur janë identifikuar dokumentat falsifikuara. Por jo gjithmonë janë kapur në pikat e hyrje daljes, kanë kaluar persona për shkak të mënyrës dhe asaj çfarë ato kanë bërë ndryshime në këto dokumente identifikimi. Ky sistem i ri nuk të lejon. E treta është mundësia për të ndaluar jo vetëm thjesht për efekte pune, por edhe për gjurmët e mbana sa herë që një pjesë i përdorin kryesisht për shkak të numrit të avioneve që lejon të shkosh para ditë të kthehesh në darkë, ku një pjesë e vogël e qytetarëve kanë bërë grabitje. Kanë bërë grabitje në territorin italian apo në territoret tjera dhe janë kthyer përsëri në vendin e origjinës. Dhe këto gjurmë të marrë në vendin e ngjarjes me gjurmë të krahasuara, të ndryshme, e tjerë mund të çojnë për identifikimin e personave, të cilët vinë jashtë vendit të Bashkimit Evropian, por që përdorin territorin edhe për vjedhje, grabitje, banesash kryesisht. Si do realizohet i gjithë ky proces, pra marrja e gjurmëve të gishtërinjve dhe fotoja, në çfarë zone do realizohen? Së pari është eksperimentale deri në prill të 2026, ku hyn në fuqi. Për shembull,
3 aeroporte mos gaboj janë në Itali, Fiumicino, një aeroport në veri, mos gaboj në Milano apo në Torino, Milano, dhe pastaj do të hyjë në gjithë territorin. Flas për Italinë, po ashtu dhe vende të tjera, dhe do të kërkohet ndoshta masa shtesë për të gjitha vendet e tranzitit. Për shembull, vende të tjera që vinë në Shqipëri dhe Shqipëria është një vend tranzit për të vajtur në vende e Bashkimit Evropian, mund të kërkohet dhe këtu masa shtesë të mëtejshme për gjithë ata të huaj që vinë nëpërmjet këtij kalimi për shkak të liberalizimit të vizave gjithashtu. Kontrolli do jetë një herë në sa herë që të kalosh apo do jetë një herë në X muaj? Atëherë, momenti i parë është i vështirë sepse do të kërkojë kohë. Është ai momenti që do të shkohet në këto ambiente ndihmëse që do të krijohen, ku personat mbi 12 vjeç, pra janë përjashtuar nën 12 vjeç, mbi 12, secili do të vendosi në një pajisje gishtat ku merren këta gjurmë. Memorizohen, lidhet fotografia e realizuar në atë moment. Gjurmët e dhëna nëpërmjet këtij sistemi dhe dokumenti i cili futet në këtë pajisje, këto të treja krijojnë një bazë të mjaftueshme për të identifikuar një person. Dhe në rast se do kemi shkelje, për shembull, të shkeljes të drejtës që të qëndrosh më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve, atëherë ti përjashtohesh automatikisht nga ky sistem. Dhe këto të dhëna ruhen për 3 vjet. Nëse ka pasur shkelje, këto të dhëna ruhen deri në 5 vjet. Dhe ajo çfarë duhet të kenë kujdes qytetarët, do të jenë 2. E para, nëse pasaporta është në afat skadence, jo më herët se 6 muaj, pra duhet të ketë dhe 6 muaj afat skadence, sepse në të kundër sistemi është i tillë që nuk të lejon. Pra nuk është se jenë në kushtet e një kontrolli manual, por që mundet pa kujdesia të kalosh, ky sistem është shumë rigoroz dhe nuk të lejon kalimin. E dyta, nëse dokumenti mund të jetë pak i dëmtuar apo i dëmtuar dhe nuk ka lexim të mirë nga sistemi, përsëri krijon probleme se nuk të lejon, sepse nuk arrin ta bëjë leximin dhe ky është prapë strikt rigoroz dhe nuk të lejon hapjen e rrugëkalimit për të kaluar dhe për të hyrë në vende të Bashkimit Evropian. Dhe mundësia e kontaktit me një punojës sigurie nuk është vetëm nëpërmjet sistemit. Pra, punojësi rrin në distancë, nëpërmjet kabinës, nëpërmjet monitorit, dhe ku ka sinjalizime në korsinë e duhur për personat veçantë, ku ka bllokime, ai kontrollon nëpërmjet monitorit dhe mund të ndërhyjë vetëm në momentet që ka bllokime apo sinjalizime nga sistemi i kontrollit të sigurisë. Dhe ndryshe nga momenti për cilin e po flasim, do të jetë një database i cili i unifikon të gjitha hyrje-daljet në të gjitha vendet, 27 vendet të Unionit. Pra, ky database do të jetë diku, nuk e di ku është vendosur, do të jetë database-i, dhe të gjithë dhënat, hyrjet nga portet, hyrjet nga aeroportet dhe gjatë gjithë vendeve të 27 vendet të Bashkimit Evropian, të gjitha shkojnë në kohë reale në këtë informacion dhe ky informacion në moment që ka konstatime vepron sikur të jetë një shtet i vetëm. E para, sa kohë do haj ky proces një qytetari që dëshiron të udhëtojë dhe do e kryej për herë të parë. Dhe e dyta, pasi ta kryej për herë të parë, si kryet procesi i kalimit herëve tjera? Pra, s'do ketë më kontroll manual nga polici kufitar? Në fillim, thash, është eksperimentale deri në 26 prill të 2026-s, kohë për cilën faza eksperimentale e implementimit të këtij sistemi përfundon. Dhe kjo kohë është e mjaftueshme që të jenë vendosur në gjitha aeroportet dhe portet pajisjet, teknologjia e nevojshme për të përballuar dhe fluksin, sepse të paktën vende siç është Shqipëria me Italinë apo Shqipëria me Greqinë janë fluks i jashtëzakonshëm. Jo vetëm turizmi nuk hyn në këtë histori, sepse një pjesë janë europian dhe si tillë kanë kursinë e tyre të dedikuar, po flasim për qytetarët shqiptarë që shkojnë dhe vinë në këto vende, por që nuk janë në shtetas në atyre vendeve që të kenë pasaportën e vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithë të tjerët do të kenë problematika për shkak të radhës dhe fluksit. Njëkohësisht është dhe një sistem i cili është bërë edhe për rastet e vjedhjeve apo për identifikimin e personave të zhdukur, kur dikush ka përdorur këtë dokument në mënyrë abuzive për bllokimin e automjeteve të ndryshme të cilët janë të bllokuara apo janë të grabitura. Flasim kur të dhënat e dokumentave të qarkullimit dhe dokumentet biometrike që lidhin pronësinë e mjetit me dokumentin e pronësisë mjetit dhe të poseduesit mjetit ka mos përputhje. Pra, në çdo rast që ne do kalojmë pas regjistrimit të parë,
që do jepen shenjat e gishtave, nuk do jetë më e nevojshme që sa të kalojmë të realizojmë këtë proces. Pra mjafton me një kalim pasaporte dhe ti po themi kontrolli kryhet në mënyrë automatike pa pasur nevojë që ta vulos polici kufitar, apo? Jo, nuk ka asnjë lloj kontakti me policin kufitar, është vetëm vizual, është sistemi që e bën këtë kontroll, është mënyra e inteligjencës që është integruar në këtë sistem dhe automatikisht porta hapet. Flas për kontaktin fizik. Pra në momentin e parë do jetë vështirë sepse varet nga numri i madh i sporteleve, nga numri i madh i fluksit që mund të ketë, sepse nuk është se zbret një avion vetëm nga Shqipëria, po vjen nga disa vende të cilët në një kohë mund të zbargojnë dhe mund të jenë pjesë e përpunimit të këtij sistemi. Nuk e di nëse në hapësirat e aeroporteve i kanë këto mundësi që ta përballojnë këtë fluks. Mendohet që mund të ketë edhe kabina që mund të vendosen jashtë apo nuk e di ku do jetë, sepse ende nuk është shumë e qartë që të bëhet një punë para përgatitore në momentin kur ti do të shkosh dhe do të kalosh pastaj në sportel. Sigurisht që aty mund ato pyetjet që të bën një punonjës i sigurisë së aeroportit apo një punonjës i kontrollit të pikës kufitare, ku kërkohet do të kesh një siguracion për ditët e qëndrimit, do të kesh monedha për ditët e qëndrimit nga 50 deri 100 euro në ditë, varet nga vendet sa kërkohet, do të ketë një bilet vajtje ardhe të kthimit, përveç kësaj që tham janë gjurmët biometrike, foto e fytyrës dhe skanimi i dokumentit. Përputhja e fotografisë realizuar në pajisje. Marrjes së gjurmëve biometrike për të gjitha gishtat e qytetarëve, pra dhe njëkohësisht të skanimi i dokumentit. Përputhja e këtyre të treve krijon identikitin dhe besueshmërinë e personit që posedon një mjet kalimi. Prej datës 12 çdo udhëtar që kalon nga Rinasi ose nga kufijt shqiptar do e kryejnë këto proces apo do jetë me po themi etapa të ndryshme dhe aeroporte të ndryshme? Për shembull, në Itali janë vetëm 2 aeroporte. Për shembull, marrim Romën, është Fiumicino, nuk është Ciampino. Pra që zbret në Ciampino nuk e ka këtë procedurë, është një procedurë normale, siç ka vazhduar deri tani. Dhe në mos gaboj edhe aeroport në veri. Nuk e di cili nga këto mund të jetë në Torinos apo i Milanos. Malpensa, mund të jetë Malpensa. Edhe vende tjera nuk i kanë vënë të gjitha aeroportet apo portet, për shembull i Durrësit, i Barit, por do të jetë deri me datën 26. Mas datës 26 kanë deklaruar që duhet të jetë vendosur gjitha këto sisteme dhe kudo do të jetë e njëjta procedurë. Pra do jetë edhe jo vetëm në aeroportet e Bashkimit Evropian, por edhe në aeroporte nga cilët nisen udhëtarët, apo? Flasim për hyrjen brenda Bashkimit Evropian. Këto janë rregullat e Bashkimit Evropian. Pra Bashkimi Evropian ka vendosur këto rregulla për gjithë ata të cilët janë me vizat, me liberalizuar nga vizat. Pra Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Kosova, pra kush janë vendet të cilët përfshihen në zonën Schengen. Pra kush përfshihet në zonën Schengen do të ketë sistem. Përjashtim ka vetëm 27 vende të Bashkimit Evropian. Ato që janë antarë dhe kanë pasaportat të këtyre vendeve. Zoti Softa, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve.